fatmirësisht, sidomos pas luftës, gra, të cilat kanë marrë guximin me ha bizneset e tyre personale, frizer sallon, rroba e qepsi, e të tjera, dizajn, por që fatkeqësisht për shkak të kushteve që kanë pasur pak më herët nuk kanë arrit me pas edhe gjuhën angleze. Tash shkojnë për trajnime të ndryshme, edhe avancojnë sallonin e tyre, edhe nuk e din gjuhën. Kjo është një mundësi e super e artë për sidomos po e tham specifikisht për këto gra që kanë hecë mirë në bizneset e tyre, qesin flia, po shkojnë për trajnime jashtë vendit ose shkojnë me mësu diçka më shumë jashtë vendit dhe nuk din anglisht. Dhe mund të vinë prej zerës ta mësojnë. Po, patjetër. Do të thotë plani i përshtatet secilit kandidat, secilës moshë, ku kandidati ka mundësinë ta mësoj vetëm ato që ka i nevojitet. Pra nuk ka nevojë me u zhyt thellë në gramatika, vetëm i mëson ato gjëra që të nevojitet. Kemi kërkesë për shembull ku vinë edhe dëshirojnë me mësu vetëm anën popullit që thotë mos me mbet në lloç, mos me fol me gishta. Pra dojnë me mësu për 5-6 javë, një ofertë për shembull që veç e kemi, një komunikim thjesht. Nevojitet në aeroport, nevojitet me një rezervim të një hoteli, nevojitet me kërku rrugën, ku të shkoj atje, si të shkoj atje.